Zotëri Selishta, kemi pas shumë raste edhe më herët që ndoshta qytetarët kanë pasur ndonjë droj se a dalin të votojnë apo jo. Sipas jush, cilat janë arsyet kryesore që disa qytetarë zgjedhin të mos marrin fare pjesë në votime dhe cilat janë pasojat kur qytetarët nuk marrin pjesë në zgjedhjet lokale? Kom pas disa raste që na ka rënë me diskutu edhe që janë të pakënaqur me menaxhimin e kryetarëve të komunës përkatëse, po unë nuk e kuptoj prapë dhe nuk e arsyetoj nëse është i pakënaqur me kryetarin e caktuar, pse nuk del me votu. Vota është ajo që e ndron ose e ndryshon atë pakënaqësinë tënde me dikan për një udhëheqës që ke në vendin tonë. Po nëse nuk del me votu, nuk ke të drejtë dhe më anku. E drejta votës është e drejta dhe ankesës. Nëse voton edhe zhgënjes ose nuk i kryn planet ashtu se qysh e ka prezentu projektin për zhvillimor për ato 4 vitet e ardhshme, ke të drejtë më anku. Po nëse nuk merr pjesë në votim, nuk i di cila është arsyeja e ankesës në këtë rast. Ankesa më e madhe është me votu ose me ndëshku me vot cilin do. Ose me përkrah dikan ose me ndëshku dikan. Ne do të me ngrit këtë vedia që vota është një vot, po e një vot është plus, po për dikan tjetër është një vot minus. Dhe nëse vazhdoj me këtë rritjen e ndëshkimit ose të shpërblimit, domethënë e bën ndryshimin aty ku jeton. Po nëse nuk del me votu, nuk e të drejtë me anku, sepse je pajtu me realitetin